po dini bukur qesharake edhe për vetën tuaj. Kjo është shumë absurde. Jo përbes mu po vjen shumë keq që jo vetë po provoni me pre, vetë me qenë. Kjo është transparenca që po e kërkojmë. Fatlume Berisha Sejdiu nuk është avancuar në profesoreshë rregullt në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës. Sot më 1 prill 2026, në mbledhjen e Senatit të UP-s, u votua që Berisha Sejdiu të rizgjedhet në profesoreshë asociuar. Ky vendim i Senatit të UP-s u mor pas më shumë se 2 javësh që Kallxo.com e publikoi një ulumtim për këtë rast. Berisha Sejdiu ka aplikuar të avancohet në profesoreshë rregullt, mirë po në dosjen e saj ka një punim të publikuar në një revistë e cila figuron të jetë listuar në një listë të revistave potencialisht të dyshimta apo siç njihen grabiçare. Në mbledhjen e Senatit të UP-s pati një përplasje në mes rektorit Arben Hajrullahu dhe Eda Vulës. Eda Vula është senatore e Fakultetit të Edukimit, njëkohësisht kryetare e Komisionit Vlerësues për rastin e Berisha Sejdiut, si dhe autore e parë e punimit shkencor që është debatuar kohëve të fundit në UP. Pyetja është, ka qenë dhe vazhdon të jetë se a është revista grabiçare apo jo. Të gjithë indikatorët tregojnë se është e atill. Nuk është arrit mu dëshmuar kundërta. Sot jemi në një situatë ku ne duhet të vlerësojmë një revistë në vitin 2016 e bëhet fjalë për një punim që është publikuar në vitin 2022 dhe për një revistë që është e indeksuar në Scopus prej 2018 dhe vazhdon në 2026. Dhe kjo është shumë absurde. Sa po rap në kontradiksion me atë që tha. A përhap mjaft mjegull. Në njërën anë, thoni, duhet të jesh profesionist i fushës për me vlerësu, në anën tjetër, të komisioni këshillëdhënës, që nuk njoh që është dikush i fushës në atë komision, që të vlerëson punimin. Po, punimi nuk është vlerësu pare, është vlerësu revista. Frankofonët dhe të thënin, voila, sakt të nderuar profesorish. Kjo është, jo përbes mu po vjen shumë keq që jo vetë po provoni me pre, vetë me qenë. E kjo sistemi shkencë nuk funksionon kështu. A keni qenë një pjesë e komisionit vlerësues e me këtë edhe të artikullin fjalë ku jeni vetë autore? Po jo. Po? U kry? Jo, voila. A përjashtohet kjo mundësi? Kjo nuk përjashtohet. Po, të vlerësoni vetë-vetën, oj profesoreshë nderuar. Të vlerësoni vetë-vetën, oj profesoreshë nderuar që e tash për merë në Bajrakun të tentu me mbrojt tjerë pa argumente e po dini bukur qesharake edhe për vetën tuaj. Une e hudhe në votim rizgjedhjen e profesoreshës në fjallë. Jo, vetëm po fizikisht nuk keni nevojë, po mundi me bokë. Po, në rregull. Presim 1 minutë. Kjo është transparenca që po e kërkojmë. Mas debatit shtërrus e stërshtërrus e hudhe në votim për herë të fundit rizgjedhjen e profesoreshës Fatlume Berisha në thirrjen e njëjtë kush është për. Ju lutem numëroni votat. Ose veç kush është kundër? 2 vota kundër. Kush abstenon? 4 abstenime, 2 vota, 5 abstenime, 2 vota kundër dhe të tjerat a ka kalu rasti, a s'ka kalu rasti. A u rizgjedh profesoresha e famshme në thirrjen e njëjtë, i uroj punë të mbarë 4 vite të ardhshme. Fatlume Berisha Sejdiu punimin shkencor e ka të publikuar në revistën European Journal of Educational Research apo EUR më në 2022. Jeffrey Bale, autori i listës së revistave potencialisht grabiçare, e ka konfirmuar për Kallxo.com se revista EUR ndodhet në listën e tij origjinale më 2016. Ndërkaq, ne kemi provuar nga data 11 mars 2026, duke pyetur përmes email dhe duke kontaktuar përmes telefonit Berisha Sejdiun për të deklaruar në lidhje me këtë rast, por ajo nuk është përgjigjur deri më tani. Menjëherë pas mbledhjes së Senatit sot më 1 prill 2026, gjithashtu i kemi dërguar pyetje në lidhje me rizgjedhjen e saj në profesoreshë e asociuar dhe tani po e kontaktojmë edhe përmes telefonit.
e mbylli përsëri, pra nuk është duke u përgjigj. Organizata për rritjen e cilësisë në arsime kishte kundërshtuar mënyrën e avancimit të Berisha Sejdiut përmes një aksioni para rektoratit të UP-s më 12 mars 2026. Kurse nga revista EUR e kanë mohuar për Kallxo.com se bëhet fjalë për revistën e tyre në listën e Bellit.